E konsideruar si perla e Alpeve shqiptare, Lëpusha, një fshat i bukur në zemër të Malësisë së Madhe, vazhdon të tërheq vizitor nga çdo cep i botës në çdo stin të vitit. Ky vend i mrekullueshëm është një nga destinacionet më të veçanta, jo vetëm për peizazhin spektakolar që ofron, por edhe për mundësitë që ofron për të gjithë ata që kërkojnë aventura, paqe dhe një lidhje të ngushtë me natyrën. Me male të larta dhe pllokun shkëmbor të shënikut në bjeshkët e nëmëna, Lëpusha shquhet për klimën e saj alpine dhe për një larmi biodiversiteti që ofron një ndjesi të papërsëritshme. Pyjet e dendura të pishave dhe kullota të gjelbra krijojnë një atmosferë relaksuese që i jep mundësi çdo vizitori të ndihet i lidhur me natyrën dhe të harrojë përkohësisht stresin e jetës moderne. Maja e Shënikut, një nga pikat më të larta të kësaj zone, ofron pamje mahnitse dhe është një pikë e preferuar për alpinistët dhe dashamirësit e natyrës. Kreu i qeverisë ka ndarë pamje të mrekullueshme nga Maja e Lëpushës, ku vlerësoi peizazhin e qetë alpin dhe ritmin e natyrës që ruhet i paprekur. Ai e përshkroi këtë zonë si një mundësi të shkëlqyer për eksplorimin ekoturistik, duke i njoftuar vizitorët që të përjetojnë përvoja unike dhe të zbulojnë bukurinë natyrore të kësaj zone. Lëpusha është një nga destinacionet ku mund të shijohet paqja, ajri i pastër malor dhe panoramat mahnitse, ndërsa ofron mundësi për ecje, ngjitje malore dhe relaksim. Malësia e Madhe, ku ndodhet Lëpusha, është një rajon që po bëhet gjithnjë më shumë një pikë referimi për turizmin malor dhe atë familjar. Tërheqja e vizitorëve vendas dhe të huaj është e dukshme në çdo stin të vitit, me turizmin që po zhvillohet gjithnjë më shumë në këtë zonë. Mikpritja tradicionale e vendasve, ku vizitorët mund të shijojnë ushqime autentike dhe të ndihen si pjesë e komunitetit, është një tjetër arsye pse Lëpusha ka arritur të bëhet një destinacion i preferuar. Një nga elementët që po kontribon në zhvillimin e kësaj zone është agroturizmi, i cili është një mundësi për vizitorët që të lidhen me jetën rurale dhe të provojnë aktivitete tradicionale si blegtoria dhe bujqësia. Kjo ka kontribuar në një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit, duke i siguruar kështu Malësisë së Madhe një të ardhme të qëndrueshme si një destinacion ekoturistik. Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit dhe përpjekjet për mbrojtjen e mjedisit natyror janë thelbësore për ruajtjen e bukurive natyrore të Lëpushës dhe Malësisë së Madhe. Pjesëmarrësit në aktivitete të tilla si ngjitje malore, ecje në natyrë dhe sporte dimërore mund të ndihen të sigurt që këto aktivitete të zhvillohen me respekt për ambientin, duke ofruar mundësi për një turizëm që është i dobishëm për të gjithë. Kjo zonë është gjithashtu një pikë e rëndësishme për ata që janë të apasionuar pas natyrës dhe kërkojnë të shpëtojnë stresit të jetës moderne. Lëpusha, me bukurinë e saj natyrore dhe mikpritjen e saj tradicionale, ka potencialin të bëhet një nga destinacionet më të vizituara të vendit tonë.